what's up, is good, it's Mellow in the building, reaction gang, first reaction in Shqipëria dhe Jugoslavia. Por, problemi diku është se do bëjmë vetëm reaction të ky kanali, pa videoklip, pa spoti, nuk ka spot, pse do thushti, shumë e thjesht, sepse na kap copyright, ta ngrem këtë vetëm audio, kështu që do ngjojmë tani kush është ky. Noisy featuring Era I Strefi me Syze, do gjedhëm Syze. Do më thënë, seksi vjetër Era I Strefi featuring Noisy në zonin shumë kohë, ta dëgjojmë edhe subscribe, like, comment, dini vetë si të muhabete play. Grije pak, grije volumin, gangster. Kiti, tamam si matchi I vogël kjo do më thënë, kiti. Ore, tani e di, unë për shembull videoklipi që ka shumë lart, është ai piercing te kërthiza Era I Strefi, tani është ai momenti, kështu që nëse ju e keni pa, po ja kujtoj, jam te ai momenti kur Era nxjerr barkun e vogël, gjoja të palestrum me 3 qerekshe, leopardi, getopardi, skuza. Mirë, nisi bukur dhe më thënë, nisi bukur. Problemi është se po mos ishe videoklipi, si që jam unë tani, nuk e di do se ka ishtë lartë, sepse ka shumë views, ka 292.000 views për 19 orë, shumë lartë, është një ditë botërorë. Tendenca botërore. Tani është ai momenti ku Era po tunte pak bëthët, por problemi është se ideja është se kjo ha fjalë, se di çfarë po thot, me thënë drejtën. S'do unë lule. Prit nezin për këthim. Ku është atë apo s'ka të Ray Noisy ku ai ka shumë. Ma e mira thot që ke pas në herë. Okej, tekst. Lezetshëm, tekst shumë rëbur TikToku. S'ka bë tatuazhe ylla këtu ke seksi. Problemi është tu mërë, se kjo ngeli featuring po me të njëjtët persona mërë. Kiti, ti nuk e pas, ta bëjmë pak stop, edhe ideja është tu ku është ideja, sepse, da me thënë, ky Noise gangsteri, ngeli duke bë bashkëpunime po me të njëjtët ftyra, Allah. Bore, pak femra të reja ke tjere gangster me ty e kamere, ka të shull. O pse vetëm Era do të pallohet me ty, pa goca të reja ke mërë, bur që sa I ka hy muzikës. Po seriozi, ndro pak kaset mërë, bur se ja more shpirtin Erës, kur disa featuringa ke bërë me të njëjtat persona. Pike zë. Okej. Kiti, ore shoku, ku është ai Noisy? Ja, problemi do gjëm Noisy. Qa do të thoja? Do të thoja këtër shok. Që kiti, okej, nuk është se në çudit në I gjë kështë di. Edhe nuk është se përna çudit, seriozisht. Do më thonë në I tekst kështë di, nuk është se njëta gjëra, kupton. Jamaikani. Qa thot? Ma da ndryshojmë zërin si që ndryshon Noisy, po pse kështu fletë jetë reale këtu më bet. You got me in the sini. You zini. We got the love. We are busy. Hajt ma. Qka? Ure, fol Shqipër, mër, burr.
Kur flasin këtë gjuhën jamaikane veriore. Pa, pike. Nuk e di, po unë ka ik fare nervi me u shtrëngu me kuptu ç'a fucking po thot mërbu. Ore është shqiptar, edhe nuk e di ç'a tu fol shqip mërbu. Është ata anglezët me atë theksin qivja udhët që s'kupton edhe ky mërbu. Ç'a tu fol mërbu si arrit në qytet mërbu. S'kuptoj fare mërbu ç'a teksi. Ok, peshë rënd, ok, këtë të kuptova këtë sërë. Që ti di, nese, rëndësika që ky është shumë i famshëm. Jo, për famën që ka Noizi, ja merr gjithë e dakë. Ore jure, mos në gjoni videon deri në fund do ketë fola kjo video. Ka që ka i makinë që po diqka këtu e dje, ma jam të sekondi, që sekondi jemi 2 minuta 04 roa. Është një makinë që po digjet, duket është nga këto makinat që bëjnë atentate edhe Noizi po e shfrytëzon për me bë videoklip seriozisht. Është një makinë atentati edhe Noizi me herën po e shfrytëzojnë. Shpresoj mos ketë vrarë. Por Noizi po çfarë bën në shokë? Se ndote ambientin. Bë pak kështu tani si ekologjista. Ure tire emisioni CO2, gjitha i smoki marijuana i makinës që shkon qell. Kush di paguj gjobat? Seriozisht ta kamër. I bëj thirrje Bill Gatesit, Mr. Beastit që mbjellin pemë çdo 3 sekonda. Të vit kapi Noizin, pastroj të makinën që ka karbonizu 17 metra katror. Ose i bën thirrje kësaj encës tonë, era i strefi, ti më era. Nuk e di ku e mësudi që djeg makinat, po këtu këtu thonë, unë se dim fare ku është si dhëndje, por gjithsesi atë e bëm në tentativën. Ok, nice, jo keq, bravo, Elizes, si ide. Tani problemi dhe ideja është tu faktin që domethënë si këngë nuk është se më surprizoj. As më ngrevi fare sa do të tunet era i strefi, por që do thoja këtë që nuk ka rëndësi fare është e bukur. Rëndësi ka që Noizi ka bërë këngë, edhe kur bën Noizi këngë, është shumë virale. Jo se është e bukur, po nga që është shumë i famshëm. Tani fansat e Noizit nuk dun ta di fare është e bukur, s'është e bukur. Vetëm të çojnë tendencë, kështu që bravo për këngën, bravo era, bravo Noizi. Shikon në video arshme peace nga Gangens Mannings Kemshons.